Ndotja e ajrit, pensionet e ulta dhe kontrata e punës janë faktorë të kyç që po shtyn shqiptarët të emigrojnë jashtë vendit. Paga e lartë, mundësia për një jetë më të mirë për fëmijët dhe shërbimet më të mira shëndetësore janë arsye kryesore për largimin e qytetarëve. Sipas një ankete të Këshillit të Bashkëpunimit Rajonal, gjithnjë dhe më shumë shqiptarët po ikin për të përfituar pensione më të larta dhe për të bashkuar familjet e tyre me ata që jetojnë jashtë. Emigrimi i rregullt është në rritje, veçanërisht përmes kontratave të punës dhe bashkimit familjar. Pjesa më e madhe atyre që po largohen kanë gjetur mundësinë pune, kryesisht në Gjermani, ku lehtësimi i kriterëve të punësimit ka sjellë një rritje të numrit të rinjve që aplikojnë për viza pune. Përveç azit kërkuesve, gjithnjë dhe më shumë shqiptarët po largohen për të krijuar një jetë më të mirë për veten dhe për familjen. Një tjetër grup që po ikën jashtë janë pensionistët, të cilët kërkojnë përfitime më të larta për moshat e vjetra në vendet pritëse. Bashkimi familjar është një tjetër arsye e rëndësishme pasi shumë të rinj po tërheqin prindërit e tyre për shkak të diferencave të mëdha në pagesat e mbrojtjes sociale dhe pensionet. Ndërkohë, ndotja e ajrit është një tjetër arsye për emigrim, me 13% të individëve që përmendin përmirësimin e cilësisë së ajrit si një faktor kryesor. Shërbimet më të mira shëndetësore dhe arsimore janë gjithashtu arsyet që po shtyn individët të largohen ditë për ditë. Sipas anketës, 28% e shqiptarëve kanë plan emigrimi duke rrezikuar Shqipërinë të zbrazet, ndërsa 67% të intervistuarve po shfrytëzojnë rrjetet e familjarëve dhe miqve të tyre të largohen jashtë vendit.